podcast është vetëm për të rritur. Gjë, si ka bëj piti tjetër, atë frymzon Edi Rama. Vetëm një sekond. Rama vesh jo Yamamoto, ndërsa unë vesh Issei Miyake. Ne kemi pasur një dashuri të madhe me ish bashkëshortin tim dhe Erosi ka lindur në një dashuri shumë e madhe. Erosi. Bitën e dytë krijoj lus. Unë të tregoj ty se çfarë vërtet ti mund të bësh, ndoshta nëse të doje, më mirë me jetën tënde. Ne kam gjëra më të rëndësishme për të bërë, faleminderit. Udhëzonte mileti. Klasikari, parashevisa, ka vaj, s'ka vaj. Ajo do plako dhe thjesht një vend me të fut kokën. Ajo do vetëm që ty kollaj. I plasja asaj ka vaj. Po pra, vetëm ty kollaj në shtëpi, asgjë tjetër. Pritani se Ermani nuk i bëri përshtypje fare kjo gjë që ndodhi. Pak portalet sot. Ja ta bëjmë çka drejta sot. Nami! Varikari! Thonë që ky podcast u ka sjell shikimin të verbërve që e kanë dëgjuar. Ka ngritur në këmbë njerëz të paralizuar, ka çpuar vrimën e paçpuar, ka shëruar të smurin, ka zbutur gurin, ka rivirgjëruar të zhvirgjëruarën, ka sjell në jetë të harruarën. Nëse kështu thon vërdall, po që njeriu kur e kthen një gotë, nuk di çfarë thot. Digjim të këndshëm. Faleminderit. Ale Lucifer. Po si je mërë të Antoni? Po ku je mërë Lucifrani? Si keni të Antoni mira? Mira tani mira. A, që më ke karenzi mërë të Antoni mira. Ajo, që më banet karenzi. Po që banet mërë? Të thonë drejtën plako super i zonë me punë, me gjona, jam raskapidhos, raskakarës. Ja, se më që banet gjithë bukur, se këto janë, kjo është jeta, plak. S'ke qaj. Qarje kari, plak. Jeta për njerëzit kjo, se më qarje mendere, qarje bëthe. Qarje vrimash përgjithsi. Si ke kaluarje? Qa bëhet? Një që shodhen e, raskapitje, qarje bëthe, qarje... Po nuk është se do njerëzit një gjë këtë, përse imagjino tani të vijaj ndjekësi edhe thotë, Që si emigrant Po pra, tamam, që bëhet do, plako, vetëm hale, vetëm qarë. Unë du të më rrisin humorin, më rrisin santimet që kanë të poshtë. Më ka shkruajt disa ropë të ndryshëm që na dëgjojnë nga emigrimi, edhe realisht mendojnë që ne jemi një tip Xanaxi. Që do të thotë që do të thotë që ka shumë dashuri për ne. Për stresin e shpirtin. Po, për stresin dhe për noizin, po. Ka shumë të reja që ka ndodhur, me thënë drejtën. Fatkeqësisht jeta është bërë shumë e zënë. Qa moshe shumë, 9-18 apo? 9-18, po, normal. E filloj me një video që më ka ardhur në DM nga të gjithë juve, faleminderit një gjithë ju që më dërgoni video dhe më bëni më të thjeshtë, domethënë jetën. Jeni shumë të mirë. Video parë. Hoxh Lulzim Nana. E filloj pra me i hoxh. Nëse shkruan thot në herë në ditar për problemet tua, a është rrezik se jep informacion gjinve? Pyetje me mendje. Shumë pyetje e bukur besoj. Një pyetje që s'do më shku kur me, ose unë kam një gjë kundër ditarëve. Ja. Po, mendoj plagë domethënë që ky është një problem që po mos ishe besimtar s'do e kishe. Po nga që je besimtar e ke. Po, shumë e bukur. Nëse ti si mendon, a lexojnë gjindet për shembull ditarin tënd dhe thonë qiro, po ka. Normal ato janë aty, o plak, gjindet atë presin. Mendoj unë. Me Iran të flas, madje. Arrin aty sapo shkon. Këto momente presin. Që për shembull shkon këtë pizë rrode, se ato flasin me fjalë pizë, çka kemi mësuar nga filma. Po, e drejtë, shumë drejt. Ti tash shkon me u lëngëzova poshtë gjithë kjo, gjindi të u bë me tur. Çfarë bën? E kam shumë të vështirë pse vagina është në këtë formë si bëj shurrën dhe me vete uji shurrës nga bytha. Po. Nëse si ulluk apo jo se si ulluk, pse mendon shumë se bësh shurrën me vagin, vetëm mendoja çik flak. Se njerëzit mendojnë shumë, çunat mendojnë që është si puna e shkollaj. Njerëzit plagoj që ti e ke. Po ti erdhe dhe një të mbrosh femrat si s'kan qenë kur për këtë mohabet. Pa erdhe ti tani të. Mu fakt më shart dikush plagoj një shoqe që kam njoftë në një klub. Më ka thënë realisht që duhet të thënë si gjë e thjeshtë tani ajo më kujto. Duhet të thënë si gjë e thjeshtë kështu të kesh të kishin vagin të bësh shurrën, apo e vërteta është që kur bën shurrën, nuk është ajo të del aty kështu drejt, e kupton, siç mund dalë shumë nga një
penisë, kupton që ti je ti bësh shurrën plako, edhe e lëshon atë me presion, bzz e drejton kudo ndonjëherë, kupton, edhe dy pikat e fundit nuk i kontrollon dot sepse pikërisht s'ka presion. E ka thënë ai madhe një tonë, pikat e fundit do vinë gjithmonë ke breket, mundohet po drejt. Po tani mendoj një vagim plako që është një vagim plako tani që po del gjithashtu shurra ose urina. Është një vagim që po del gjithashtu shurra. E bëre këtë muhabetën, nuk e di. Nga shumë kurioz di komentet e ndjekësve femrat që na dëgjojnë. Po. Goca konfirmoni këtë në vërtet. Tani, mendo plako, është duke dalë urina, më mirë? Po. Nga vagina, urina nga vagina. Urina vagina. Po, urina. Nëse edhe është duke dalë plako tani nuk është se po del nga një gyp, siç mund të jetë. Po pra, gyp ti më bëre, deri 2 mjesë to. Po nga delë burrë se më shmene. Del po ka përpara ka ato a dyert. Të lutem mos u fut në mos i lezosh siç janë, të lutem. Tash vetëm plako tani nuk del drejt, del kështu si ja për dar. Labra major. Fillon Papritur u bë e laq aty, do thuash. Pa këto majore ti paske shumë majore, këto minore ti paske. I paske shumë, po duket si s'ke marrë herë. Mësime kante. Ma njëra plako pasi shkoj në Menorca dhe Majorca është i triste. Majorca dhe Menorca. Menorca major dhe Majorca minor. Se aty është klida për herë të parë, ka më betë të zajshë. Po, është klida ke Majorca në shliva ke Okej, gjithëson. Çfarë tha ke gota që shumë e shqetëson, ky muhabeti është bërë në ora 11 e natës duke e pinë ai got, profeti duke mush vetes. S'ka asgjë të keq. Unë se zota bësa të muhabet. Po nuk ishte ashtu, ne ishim thjesht shok, plako. Ne ishim thjesht shok dhe muhabeti nuk e di pse u hap në tavolinë. Po thjesht nuk ishte as tavolinë, ishim të dy në makinë duke. Beson ti ke teknikësi midis femrës dhe meshkujve? Unë jo, po ajo besonte, prandaj ne ishim thjesht shok. Për ne uqim. Për ne nuk uqim kurrë. Po nëse përfundim. Ngërçë. Ishte i rob dhe shumë rastësor, por nuk e di pse mbote këtë muhabete. Si përfundim nuk do të gjej. E di ti profet, imagjino plak një rob rastësor në jetën e profetit. Një ditë bukur tha, sa vështirësi ka mund kur urinoj. Çfarë thon? Ne them se ajo vështirësi ta, duket ta si gjë e lehtë, apo kur bën shurrën ta, fillon ta të kullon kënita nga bytha ta, fillon nuk është të shumë drejtë. Tash në çfarë? Po mos e ka pas, mos kanë qenë ato raste që e ka shumë poshtë, nuk do të flasën e. Nëse kjo podcast ishte shumë keq. Bëmi çike hoxha dhe shumë keq. Jepi. Nëse ti hoxha. Që flitet, çdo gjë sen që shkruhet, ata e lexojnë, ata din anën tonë, e din ku ke qenë ti dje, çka ke marrë par dje, çka më kanë kënaqë sot. Përderisa i ke disa mendime të caktuara në mendje ose në zemër, nuk i din askush përveç Allahut, as me laçet ju as e gjën. Në momentin që ti i shkruan, e kam këtë problem po vuj piksaj, atër normal që e gjini ka me marrë vesh, por megjithatë na themi edhe nëse nuk i shkruan ti, me kalimin e kohës ai duket që shkruan, mund t'i kuptoj ato pikat e tua të dobta. Pra po kthehem edhe një herë prej fillimit. Nuk në kupton kjo që po përmendni unë tash çdo njeri më utut me shkru, më utut me konsultu me një besimtar, me një njeri të devotshëm, më utut me ja tregu hallet Allahu Gjeleshanuhu përmes duave duke fol. Okej, se u bëshu nëzishme. Po nëse, që ka vërtet plako që di me shkujt me ledzu, gjini. Po, gjini ti ka me shkujt me ledzu plako, gjinin tonik. Gjini dhe tonik. Kjo është shoku im tonik. Gjini? Altonik. Po, vdesim me përshëndesim dhe Kosovarë kërë të vëndë. O, Toni, më bëjë Jeme, ja ishë Antonik Banderas. Antonik Banderas, Nëse, si përfundim kështu është e vërteta, pra mos shkruani gjëra që mendoni. Të rrodhit kjo Antoniku plako ta ham si gypi që optit e shparqe, nuk ka një gyp konkret edhe rrodhit të ke bytha duke u bëj laq. Edhe Antoniku. Imagjino, merr është. Nëse. Një nën e shqetësuar tek podcasti i mrekullueshëm i Orinda Hutës. Temperatura ti shkoi 34.5. Mbaj mend që ishim gjithë në Qëse nuk e morët vesh, kjo është ekspertja e dushit.
Ai Drola e dushi nëse. Drola. Po, ashtu e. Po flet për djalin e saj ka pas temperaturë plako 34.5 ta kjo 34.5. Zakonisht është keq se nuk marr vesh e mirë. Po asun fare 34.5 pse që ka keq 36 37 fillon. Ka pas minus. Jo, po pyes për një shok. Sigurisht do për vete plako gjëra që s'e bën ditë. Po pyes për një shok. Gabim apo jo? Temperatura ti shkoi 34.5. Po më 34.5. Po çfarë është keq ose ka pas jetë shkoj minus? Si duket të shkëjë por është ftohtë, është braku diçka dhe. Çfarë ndodh? Si veproi Adrola? Adrola ishte 19 vjeç atëherë. Si fillim plako po. Mbaj mend që ishim gjithë në shtëpi, Po hanim mish. edhe askush nuk e preku dot trojnë. Askush nuk e preku dot trojnë. Do të thotë këta ishin në shtëpi plako 4-5 veta dhe askush nuk e preku dot trojnë. Po se çfarë ndalonte? Ishte i ftohtë si me fut dorën ngrirje. Kalon me një? Po si mishë, mishë ngrirje. Ma jo çfarë bëri. Kalon me. Ngriu. Ngriu për zotin, ngriva shkriva. I tha ngriva shkriva, po loste ta ka ngriu vërtet. Çfarë më ka nëse çfarë? Çfarë bën ai gjë? Do të mbaj mend që Troj ishte nuk po lëvizte fare. Vërtet? Jo. Nuk e di se si ma dha zoti një forcë, që në krevatin Nuk e di se si ja dha një forcë Zoti tani. Çfarë mund të forcë mund të ketë dhënë Zoti dëgjoj kësaj. Trojt po e prekte njëri. Ai kishte ngrirë. Kësaj i dha Zoti një forcë. Dhe zjarri më se nga duar. Tash ikim spital urgjent. I dha Zoti një forcë dhe e morin krah. Po pse çfarë? Pse duhet ajo forca e Zotit për të marrë krah? Nëse shej momenti e shokut apo vetë dalë shoku. Është momenti i shokut. Shoqet, nuk do më ditën shokun, ti je martuar, goca martuar atëherë. Pas ke shok. Jam komplet brenda në shok. Po. Apo jo. Nëse funksionon. Zemër privat. Dhe ishim me rroba gjumi, kam përshtypjen pa krehur pa. E çën në spital privat me shefin. Po, se ku do të shkoj? Pa krehur tha pa kështu tha dhe u nisën për. Fal ka dalë nga shtëpia pa krehur me djalin e saj. Po, me pijamë. Që mundi ngjisja të sëmundjen e shëmtëllikut edhe gisave që drejtohen aty që shive Drola si del nga shtëpia. Po, ua Drola paska puça, nëse jo. Paska të smundjen e. Nuk e di, ishim 5 veta, 6 veta se mbaj mend. Kisha djalin në dorë, tha ku keni, për çka keni ardhur? Thash tutemi ka temperatura e dajit po vdesim. E dini ku keni ardhur? Po në spitali thash unë. Po këtu është pensioner. Okej. Po vdesim, po vdesim ju apo vdes djali? Ka vdesim. Serioze fare. Tu është për fund vitit. Ka rënë temperatura djali, ka rënë apo i ke ngritur se këtu vit kur të zhngrihet, jo kur të ulet. Ne vime ta ul, nuk vime ta ngrit. Ku të shkoj? E këtu është 500 euro. Po, okay. 500 euro privat për vetë, shikon çfarë bëhet. 500 euro nata. Po, me ardh ditën. Jo. Të lutem vetëm merr djalin, thash se nuk ka rëndësi fare. Nuk ka rëndësi fare, 40.000 euro se keni. A se keni të pyeta? Nuk ka rëndësi fare. Është vetëm çfimi 500 euro. Nuk ka nevojë ta çponi se të shkuar, hot. Jo të ka nevojë se ka vigonin ke dora. Thash le vigonin ke dora. Thash hajt. Më intereson le vigoni apo le vituri. E ka rigonin ke dora. Le të themi që pa e marr djalin për çdo diku tjetër. Ku më sugjeroni ta çoj? Po. Plaka 500 euro për ditë janë shumë por. Shumë fare plaka. Çfarë 500 euro plaka nuk është as në perëndim. Jo, nata mund të jetë më shumë, po është ideja që e para herë pse duhet pretendosh tu 500 euro nata, po pse ata se kanë diagnostikuar akoma, do të thonë kanë pishin, kanë kodje, ne suit mega lux çka ka bëj. 500 euro. Para herë 500 euro nata plau, mund të rrim ke hoteli si dhe doktorin ke hoteli? Shkoj ke hoteli Donald Trumpit. Po pastaj 500 euro nata plau, pse nuk vjen doktori në shtëpi apo? Apo ju kapa mat. Ka shumë. Na kape mat gjithve. E shikoj për doja të bëj pyetje. Nisë të rëllapi Donald Trump e pe që kishin dalë ta emailët të këtij Epstein me vllajën e vet. Janë publiku. Edhe një nga emailët ishte fort fare. I shkonte vllai vet, i shkonte këtij Epstein, nëse se dini Epstein është ai pedofili që ka qiri diku ke, nuk e di. Shumë pjeta të vogla. Ishte një rjet i frikshëm. Po gjithsesi, i thoshte vllai këtij ai ka Putin atë fotot e Donald Trump duke e marrë në gojë bubës. Çfarë thua? Ore,
I o blek ka plas një bombë modhe burr dhe gjithë ishin duke gërmu, fakta se çfarë pash. Se kush ishte Buba? Ishte Buba. Niknemi i Buba kishte Bill Clinton në blek. Jo, Donald Trump plak. Bill Clinton. Po, nuk e di tash sa e vërtetë është, po thjesht mendoje pak apo. Mendoje pak momentin që presidenti 80 që Amerikës është ja ka marrë gojë president. 90 vjeç të Amerikës dhe presidenti 79 vjeç i Rusisë ka e fort. Ç'a bëhet edhe burr. Pastaj thotë orgjia smundje e keqe e gjëra të qija. Jo ç'a sjell. Nëse nuk e di. Shpresoj ndalin fajlet, marrin vesh vërtetën, se kështu nuk vazhdohet. Nuk është se jam shumë interesuar për lajme varet trave, por këto lajme janë ato që rreqin vëmendjen time, ha? Shiveçi. Janë lajmet të A ka marrë gojë apo si ka marrë gojë? Po sipas teje për shkak personalisht, çfarë mendon? Ja ka marrë gojë. Ja ka marrë gojë. Po. Po Hillary e di e ka vaj më vetë çfarë. Hillary ai ti ka marrë gojë dhe Monica Lewinsky ka marrë shumë vetën gojë. Ti e di si është Bill Clinton. Së në letë është një dhënës. Gojë dhënës. Nese. Vazhdojmë me video, Kemi tjetër të ftuar tek i madhi Cristiano Ronaldo. Që financoj fushatën tënde? Familja ime? Sa kushтой? 70 lek të vjetra. I ke deklaruar këta, po s'ka nevojë të deklaruar. Është i deklaruar se duhet të Ronaldo në njoftë ai se është jonë. Po Ronaldo është dhe një djalë, nuk e di kush është. Ky djalë i plako është Gabriel Guma. Edhe ish kandidati i bashkisë Tepelen thotë. Okej. Kështu që ky financoi fushatën plako për bashkinë Tepelen. Domthon familja e këtij e bëri domthon 20 milion lekë. Ai thotë që ke deklaruar lekë, jo akoma të deklaruar vash. I deklaroj të KQZ, ja dhe del, jek. I zeqa, shiko, Rono, mu propozu. Rono. Një veshka mirë. Në që momenti duar të kitje e plako. Po, Rono gjithë zemrën tabe. Duket si Dora e Ronit, po ta them unë, apo ja Dora e Ronit. Po pra, Dora e Ron. Fushatës, apo jo. Normal. Gjë. Lek, shumë. Për çfarë? Për të stopuar. Vetëm të lutem, thirrë zërin ton për politikanët, se vjen kështu, pra vjen me shumë shkëputje. Mu propozuan, e kupton që ta stopoja në dita 8 nga kush? Ne, mund të prononcojmë shumë. Mund të thuaj gjithçka. Do të thuaj gjithçka. Po s'mund të thuaj gjithçka. Mund të apo? Jo, do të thuaj gjithçka këtu, kanë, shiko, ne njëmi prej kohësh apo jo. Apo jo do t'i buma. Gjë, si ka bëj piti tjetër, atë frymzon Edi Rama. Vetëm një sekond, Rama vesh jo Yamamoto, ndërsa unë vesh Issei Miyake. Rama vesh jo Yamamoto, kurse unë vesh jo Issei Saki. Se Visaki, Sake do tim sa të dihemi. Gjë dhe herë pas të dëgjova. Vetëm një sekond, Rama vesh jo Yamamoto, ndërsa unë vesh Issei Miyake. Është për qeshë çdo herë që dëgjon. Ai vesh. Ma bëri herë nuk se kuptova. Më jep edhe një mundësi të fundit. Vetëm një sekond, Rama vesh jo Yamamoto, ndërsa unë vesh Issei Miyake. Barikare. Nuk e kuptova ja. U mundova me shpirt që kuptoj. Ai vesh jo Yamamoto, Yoko, ky vesh je Miyake. Çfarë ka këtu mos kuptoj. Ai vishë gjithmonë, po nuk e kuros kur Riaki. Unë kam des bluzat me Jaki. Kurse ai ka me Përpara se ne ka me Jaki, te kuros Miyaki. O qia, gjë. Që këtu ma thu edhe një herë të lutem? Janë dy brende japoneze. Japoneze? Afeksioni im ndaj Issei Miyakit bën që të jam shumë ndryshe. Po që në linjat e një. Po janë të dyja brende japoneze. Pra origjina e brendit është nga njëjti vend. Origjina është e një artist. Pra origjina e brendit është ai njëjti vend. Pra origjina e brendit është ai njëjti vend. Është nga sushi. Nga Japonia. Pra i pëlqen salmoni gjallë. Ne hajmë gjallë gjithmonë. Apo jo Rono? Po pra. Pikturoni bukur. Po. Pikturoni, pse sa vuaj futë emrin tim atë integrove Pikturoni? Po. Pikturoni Sharka.
Qa pikturoni ju me? Piktur Ronaldo Charcaroni. Pik. Kjo firma nuk është japoneze, është nga Lushnja. Se unë jam nga Lushnja dhe kam filluar me shalqim për tani nga ku jam. Lushnja. Gjë. Dhe pikturon dhe ti atletat gjashtu, ke një par atletet të pikturuara kam parë. Kisha Berali Pasha, tek atletet dhe që shkruaja Tepelina, përpara se Shqipëria në BE. Pra futemi në njërë Tepelesit ose do futet Shqipëria. Nëjse. Do më thënë, ishe futë kërkym me atletet vetëm në BE, para se futet Shqipëria. Po. Si Miyagi. Yaki. Yaki. Ma profesor. Nga mi gjenë këto, por qa fëton kështu kjo Ronaldo? Nuk e di. Që video e bani ma që qarkullon, që kaftuar atë. E për malim me 2 ora kjo ajo ma, ke guset e gra, me 2 ora në dorë. Kise thënë 2 ora. Po njëra që mbanste rrahjet e zemrës e Ermalit, dhe tjetra jep e orën e vëdhën. Kora. Vazhdo me bluzën për në shkurtë si në 97. Çfarë të bën ty të lutur? Zona. Deri para shuritë nuk ka pa dëshirë paraja, që di. Ishte më? Ishte kjo më Zamir Man e kaftuar. E përshëndesim Zamirin e... Po, më i mirë. Zamiri vetëm se ka zgjedhur një shoqëri të keqe, që është Ermali, që ka një plan për mendimin tim. Gjitha një vajzë plako të ftuar në një tjetër podcast, se janë bërë vetëm podcaste tashmë. Neve kemi parashikuar me qafjale këtë gjë, por nejse. Kjo plako flet tani është darë me burrin dhe po flet për për momentin se si shkruar fëmijët e tyre apo ku diun gjë. Po vetëm shif plako se sa shumë duket që do t'i prish punë burrit tani që janë më bashkë. Shqipëri. Hajde herë të shohim. Ne kemi pasur një dashuri të madhe me ish bashortin tim dhe Erosi ka lindur në një dashuri shumë e madhe. Erosi? Erosi është djali ose fëmia e këtyre, besoj unë tani. Edhe kjo thot, unë me burrin tim Erosi ka një dashuri shumë e madhe, po shumë e madhe. I tha se kishte fjalën për Erosin midis kësaj dhe burrit se si lindi. Jo, ishte zjashtë. Ishte një natë gushti do thoshte Neda. Gjë. Dhe nuk kemi ndarë nga mos dashuria, nga tradhtia, nga dhuna. Jo, ne jemi darë në një fazë dashurie shumë të madhe, sidomos pasi u bëm prindër, por që nuk kishim të zot për ta menaxhuar situatën në atë periudhë. Që do me thënë kjo? Me thënë që nuk është se jemi nda se s'ka dashuri, po se menaxhum mirë. Po si që do me thënë kjo, ne duheshim shumë fakt, po si ishte dashuri. Se menaxhum mirë për shumë se a jesë një monde me fëmin. Edhe kjo i bërtisë, po ti e... Dhe themi ati i pëlqenin shumë edhe pillat e tjera, siç. Okej, do të më ditë për shembull se është vetëm po themi vagina e kësaj gruas time që e lëshon edhe rrjedh deri në byth, apo janë apo ka edhe të tjera. Po i zemër i tha burri kësaj kishte emrin Çimi. I tha sot nuk jam Çimi, sot jam Kristofor Kolombi Pilli. Jo. Sot jam Miçi. Baywatch. Miçi Baywatch do shkoj të shpëtoj ca buskë mardare. Okej, nëse vajdesh për. Këma vet. Nëse. Eltoni Liriani plako. Kemi folur për Eltoni Liriani që do. Po më na ka blloku. Na ka blloku. Parashivishti Magu thotë rrezikon të kthehet aty ku ishte pas 3. Parashivia është në situatë më të vështirë sepse kanë kaluar 11 muaj dhe nuk ka asnjë përmirësim. Ajo nuk merr as mjekim, doli nga spitali, nuk është mirë. Një njerëz që rrihet ditën në shtëpi nuk ka motivim, që thotë inteligjenca artificiale më ndau. Ajo është ndar, por nuk pranon që është ndar. Po a tha që është më ndau, më por s'më vesh nëse. E kishim paraqiku. Përveç GoFundMe thotë përpara 11 muajsh ajo nuk ka marr asnjë ndihmë tjetër. Ka qenë zoti Kadri Morina që ka paguar deri në fund janarit dhe që nga një shkurti do të kthehet atje ku ishte sepse ajo nuk ka asaj di që mund të aplikojë. Imagjino që gjithë ato faturat e kësaj i poston online blago dhe vin njerëz i paguajnë. E kupton? Ti vjen qeraja blago.
online direkte. Si që thot. Pra jepi. Unë mendoj që ndihma ime ka qenë maksimale ky miliarderi, kuptoni? Duke folur dhe me persona që kanë ofruar shtëpi këtu në Kavaj, thot. Ajo që duhet asaj është ndihma e shtetit shqiptar për të bërë të mundur që të shkojë Këti klasi kari para shevir sa Kavaj apo s'ka vaj. Ajo do plako dhe thjesht një vend me fut kokën. Ajo do vetëm që ty kollaj. I plasi asaj Kavaj. Po pra, vetëm ty kollaj në shtëpi asgjë tjetër. Në një strek do të kokën. Shqiptar thotë ky, ndërkohë ajo është edhe shqiptar dhe amerikan, po është i duhet dhe është shqiptar, prapë ajo vjen në ndihmë të njerëzve në nevojë. Për të bërë të mundur thotë që të shkojë dhe të marrë mjekimin dhe të bëj letrat. Çfarë letrat do bëjmë? Të bëj ID amerikane, thotë të bëj ID shqiptare. Nuk pinë më ujë dhe të merret me letrat amerikane, nuk pinë më fare, nuk bëjmë më fajde. Ky thjesht do të heq përgjegjësinë nga vetë. Do të hiqafe për të rrit kari. Pa experience. Dikush të vit marrë këtë zonjë nderume, ju lutem. Nëse nuk e di, gjë. Kaq mund të bëj. Nëse e marrë vit plagë e marr. Gjemi viti që ka dalë Lirian. Kush? U bë viti që e man në shtëpi ky apo jo? Po ve man akoma. E pra, tash i ka armaj tonë të burr, bëjnë bie në shtëpi ky plagë. Në shtëpi e burr. I ka shtruar sa i ka merr krevati, ka kuzhinën gati ajo. Jo, më e vlen tokë burr. Pa lidhje, ashtu është rriti ka. I ka vënë të kartona i si matja, këtë sevi. Po. Matja plagë krevati ka plagë karton. Po se zali. Po, diku plagë. I përsësh mathe që rri lart aty ato kështu si ndërtesa që janë krijuar për mathe me lesh. Aty fle. Ti ka krijuar komodin. Rumullak. Nëse kemi dikush plako i ftuar në një televizion kombëtar shqiptar. TV-klan, bëj reklam, TV-klan na jep na paguaj, jo kështu koce i qit rrot, gjithë këto gjëra. Bereqet klani. Bereqet klani dëgjoni siç e kanë ftuar edhe çato te ky që është ftuar. Ishte një familje në Kruj që nuk lindnin fëmijë. Sa bënin fëmijë? Për 2 muaj, 3 muaj ndronin jetë fëmijët. Dhe një besimtar krutan i thot Hysenit, po shkon qika tjetë tek vëndi ke Dede Ahmeti. Dhe këta me makina si që ishte kohë atere, rreth viteve 69-70. Me makina si që ishte kohë. E krijoi vetëm viteve 69-70. Po mirë, lejete për dhe kape që i pjesën në burë. Tani vite 70, Kruja me makina. Pa ta gas. Makina të ruse. Për zotit, 50 makina në Tiran. 50 makina në Tiran, po Kruja kishte, si që dilshin në qunat, po. Te bab dermoni. Tu e qik, ke bab dermoni. Si vazhdo nga histori të. Dhe në mes të pyllit humbasin rrugën. Po këtë ditë në mes të pyllit makina. Babareshatit në mëngjes. Sot Dede Ahmeti kishte thënë Babareshatit që në mëngjes. Çfarë kishte thënë për sa lot gjëçi. Në 5 të papit. Ta kuptosh që është diçka hyjnore. Do gatuash për 4 veta se do na vinë miq. I thotë kusha, do bësh kështu si të them unë. Atëherë s'kisha as celular, as telefon aty as gjë, këta ishin të internuar. Dhe në momenti që këta nisën dhe humbasin rrugën në mes të pyllit ora 4 e mëngjesit, s'dinin nga të shkonin, se ishte 4 fiks apo le të themi 40 shumë apo. Atë unë vazhdoj të jem nga makinën ku kishin lënë. Ata u nisën 4 mjesit plakon në vitet 70. 4 mjesit, do të. 4 mjesit në vitet 70 ishte ora 8 mjesit tani e burr. Qa thotë? Ishte normalitet. Dhe puna. Dhe puna herë të e plako. Më shkatro faqe pse duhet niseshin me natë, se marrësh. Ku çajin zitote, ju thon. Pashë kishte thonë ai për bab dermoni. Nisuni nga ora 2 e natës. Nëse këto hypën makinë, e humbën rrugën, ishin pyll. Ai e fut kot që ata s'di do në Shqipëri kështu. Duheshin 250 orë për të arritur atje. Dhe kalonin dhe shkishin 800 pemë.
Ike, nuk dëgjoj më. Po tani? Nuk të dëgjoj. Si më s'më dëgjon. Tash dëgjoj. Tani ardhe. Nuk e di çka ka ky mikrofon. Që ka. Interneti im thot nuk është stabil Amerikan. Po pra se thash në unë. Jo, tapa jote në rregull ishte. Ke veni. Gjë. Atërësirë, një xixëllonjë vjen si për kokës. Dhe ky miku Nuk mbaron edhe gjërat e mbi natyrshme. Përveç atit që thot bëj gati 4, do ham 4 veta sot. Po shtem, bëj më 4 veta se po vin miq. Bëj 4 veta dhe në që ka këngën e Gile që se ka kënu akoma po shkruaj. Nxitëllonjë. Se ka për ta kënduar, kush të këndoi këtë? Pa fuskot Gili Vili. Vili. Unë thë Gili. Havi varka. I shoqëron të që ishte besimtar, i thot ndiqet xixëllonjën, thot se na I dërgoi Dede Ahmeti. Dhe këta ndjekin xixëllonjën dhe xixëllonja I çon Burri 70 vjeç për duke treguar këtë historinë, po si të vërtetë. Ata ndjekin xixëllonjën. Ai dillë dhe një dy le të themi 40 lingona që po hapshin atë barin, që tot kalonin të meshin në rrugën, kurse xixëllonja në ajër I bote dritë. Po, këtë I bëte dritë, por edhe e di që kishin bërë atë me lingon? Kishin ndërtuar plago qytetin e Krujës kur sot. Kalan e Krujës plago aty kalim ke historia se që ishim më interesant. Okej, historia. Erdi Skënderbeu asaj, që ishte Skënderbeu I tyre I milingonave. Milingbeu. Milivili. Gjo se s'kam varuar. Deri tek shtëpia dhe ora 6 e mëngjesit, që Dede Ahmeti se kishte njoftuar njëri, ai del aty tjetër. Ai kishte thonë ti bëj për të hongër 4 veta. Ora 4 këta kishin ngel në rrugë. Ora 6 I shkoi në shtëpia aty ti. Dhe që ai se do të gatoj mes natës për plak, mund të gatoj para ditës. Jo. Dede Ahmeti plak thjesht u çuhet atë që modi kam lënë atë mes pyet. Po I gjet çof çka e bën. Shefi kishte mbyllur xixëllonjën gjithë mrena në shtëpi plak. Edhe po thriste milingona që të shkonin të shkepnin. Se plak e di si shpuna për le duket sigurisht ne kështu. Vend misor po. Po, fikse kur vjen ujku vjen qera ku sirkuqe xhuxhat. Po Disney njerëzit mendojnë sikur gjithë kafshët janë gjëra të mira, po krijesa të mira që do të. Shkoj në pyll, shko dhe flasim bashkë. Po nese. Që ta ke? Ai do të humbët rrugën, ha? Edhe I futu për... Kështë kuptu. Edhe I fut... Që I futi më? Edhe I fut kare. Që më? I fut kare xixëllonjës. I fut brenda kare xixëllonjës. Edhe filloi të ish dritë kare. Ka më bede. Ju bëk shumë plagu sikur I dha drejtimet dhe rrugës këtyre që kishin humbur. Ata e morën si shenjë plagos që kjo është një shigjet që thoshte e si djathë. Si ato tabelat që ujin avion edhe për këto. E si këteja. Okej, faleminderit. Gjatë Hermoni. Nëse, marrë vështë e mori vesh ai dhe që mi tha ti gatuj ta I çoj dhe xixëllonjën këtyre pas e tha, "Ma humbët rrugën na?" Humbën çik rrugën, po na ishte kjo xixëllonja jote. Duhet si atë histori në për vetë që përfundojnë edhe e di kush e ka thënë këtë histori? Thotë Joni është kot më bë. E di kush e ka treguar. Dhe I futi emër plaga. Ben Pacuku. Kush? Ti se dias kush është për nesër. Ben Pacuku me që njohin gjithë ose shira si veti Ben Pacuku që ka pas bë goma. Jemi të peshë. Ishte elektriku. Ben Pacuku. Ben Pacuku. Për mos thon Pempa Kokra tu Pempa Cuku. Ben pa kokra. Ben pa kokra. Ben nga kokra. Ben nga kokra ku di gjesh. Po Ben pa Cuku ku ta kesh. Po plak mu ta kesh. Nëse për vetë jepi lutem tani se dua disi si përfund. Çe mirë ju ka sjell? I thot ai e vallaj thot këta janë miqtë e mi thot çiftëri thot sa lindi fëmi dhe ndrojnie nuk I jetoj. Po profet. Ajo gazetare ka jo që ka lënë studi.
Jo se rutina magjistari. O plak ka ik vari kalon aty me. Kjo është rutina magjistari, edhe është gjithë veshur. O plak është gjithë veshë. E ka kurdis dikush këtë edhe e di që për i orë. Vazhdo këtë. Që i thë këtë ta, mëse ishtë një kamer nga i. Vetëm mëse ishtë një kamer nga i. Plani parë, pa diskutushëm. Mos zini fare, hajde. Dhe dhe Ameti ato arzualet e veta dhe i thot, nga sot, unë do t'ju japi, thot, 4 fëmijë. Të parën do t'a keni vajzë dhe do keni 3 çuna. Ishte një familje në Kruj. Por e vesh. Pra, vajtën atje i boni ato që ai kishte për t'i bë. I yshti mirë e mirë. Edhe thotë do bosh 4 fëmijë, thotë. Parën vajzat, 3 çuna pastaj. A të bëjmë vetëm 3, thotë se me thënë drejtë nuk është të dom 4, ne edhe për 1, e kupton me ti vënë jep 4. Jo këtu çapo të them unë, jo ç'a do ti. Ke për të bërë 4 fëmijë. Kur thash fillim sa pjata thash. Lutem, sa pjata thash me shtrum fillim. 4. Ashtu, çift shantale. Ka mbyll më bënë atë. Ai që lozë shumë. Mund t'i lozë me betat, jo si me betat. 4 çift shantale. Po. E ma bënë serios. Faleminderit Dajameti. Ky thot, mund kisha thonë dhe 3. Pa shumë merdi, e kam thonë, nuk kam ç'a bëj tani, nuk e kthej dot mbrapsht. Nuk është dorën time. Nuk kam ç'a bëj. Nuk është dorën time, se ti është dorën time ti e di. Nuk është Konstantini dhe dorën time. Dhe dorën time dhe Konstantini nuk ka. Hajde. Konstantini, si ishte Konstantini 12, Konstantini 13, nëse. Fiksa shu ishte. Po, gjë një është tjetër plagë. Është një hadith shumë interesant i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se cilë për neve, Allahu dhu gjillat, ja ka bo vendin në xhenet ku ka me pasë. Se cilë për ne, Zoti i ka bo plago vendin në xhenet, në parajs, ku do ta ketë, okay? Ku ta ketë? Atë vendin ku i ki në xhenet atë, dush me merituti, me bindjen tonë, me punët e tua, me veprat e tua, ama na ka dhe njëherë bindjen e kina që jena musliman, apitan. Ama vepra s'kena bosh sa duhet, apitan. E atëra Allahu dhul gjilal, ja ka përcaktu këtina venin, edhe shka ban, ja qon një smundje. Për shka, që të qaj smundja, a i pan sabër muslimani. E vëdoti? Pra, se këpdove vjetë të themon direkt, shqe. Ti ke i ven parajs që ka caktu Zoti. Mi po ti plako sa do të mira bon, sa do të bindesh, sa do të shkosh të falesh, ti nuk jemi aftushëm plaka si herë. Edhe për shembull, supozojmë se kur veni që ti ke atje është 500 kate, ti shkon deri tek 470. Tani ato 30 kate si të i bosh ti? Çfarë bën Zoti? Zoti i cili smundje thotë kë. Që ti me anë smundje plako tani, ti e vuan edhe e lan. Ti me katapulë. Po pse çka kujtoti? Ja shumë ti je shumë lart qenit aty ku duhet të jesh, ai të sill kancer. Ti aty i lundur. Po, e direkt gati për parajs. Fakt e shumë fluturon direkt për parajs. Kapton sa interesante është gjithë ky sistem. Është mërshme, është se si funksionojnë bota vërtet. Shumë magji ka që si shpjegojnë dot apo jo për di. Po me di ti është më të mirë atë. Gjë. Edhe me qatë sabrën shka ban, shkon duke ungrit, të këtetit e veni vetë, shka Allahu dhu gjilani e ka përcaktu këtina. Ashtu që si cila smundje, ashtë e bereqeshme për qatë njërë, apëton. Si ta justifikojmë gjitha smundjet që ndodhin, apëton? Dhe të na juni në goje e frimë atje, për i zotë. Po. Që ishte, mbi pesh? Du të pak mbi pesh? Mbi pesh, po, pa tjetër mbi pesh. Nese. Si e lajmin më të madh plagë që ka ekzistuar kohët e fundit, që qarkulloi kudo, ishte rasti kur Erman Mamashi ishte ftuar ke goca dhe gra dhe Ema pati një bashkëbisedim me Ema Andrean. Dhe di nuk kam i trajnim, ja gjithë bileta kanë shirë, nuk po bëj reklam, kështu që gjitha biletat janë shit, me thot nuk po bëj reklam. Ndërkohë në një vend tjetër që ka shkuar, thot ai shumë reklam bëri ajo për plasja me Ema Andrean, saqë ato 7 bileta që kishin ngel pashit u shitën. Kishin ngel 7. Po 3 ditë më vonë tash kishin ngel 7. Pastaj delën për videot e veta me 30 veta, po kupton? Po. Nëse
isha atje, vinë shumë personazhe të si VIP, do më dëgjosh mua 2 ditë, unë të tregoj ty se çfarë vërtet ti mund të bësh, ndoshta nëse të doje, më mirë me jetën tënde. Me thënë të Nuk do të shkosh domethënë. Me thënë të drejtë. Sigurisht gjithë gocat e Tani e kuptova se pse ti e ke këtë situatë që ke, ku je i bindur që çdo gjë që thua ti do të shërbejë të gjithëve. Unë të falenderoj për ftesën. Po çfarë bëj në jetë e kam zgjedhur. Dhe jam e suksesshme se kam zgjedhur kështu. Ne kam gjëra më të rëndësishme për faleminderit. Kështu dhe dje nuk kam i tre. Kam zgjedhur kështu. Ne kam gjëra më të rëndësishme për të bërë faleminderit. Ja rregull. Nëse më shumë klasë përgjigjave. Më pëlqeu shumë fare. Nuk kisha duru, me thënë drejtën, do e kisha plas troshtë, me thënë. Po. Çfarë bësh në televizion, edhe plas. E prisje ti këtë përgjigje? Jo, unë prisja që tregonin gjithë ato të tjera që ishin aty në studio, po të tjera të rrinë si lëpim, bëdhën një tjetër më të shmena, bla. Po them ato ti. Pritani se Ermani nuk i bëri përshtypje fare kjo gjë që ndodhi. I pat për ta sot. Ja ta bëjmë çka drejtë sot. Nami. Zoti mos. Ema Andrea refuzon Ermal Mamashin. I thot nuk vjen në trajnim. Ka postuar të gjitha, domethënë përveçse duke folur këtu, ka postuar të gjitha momentet ku kanë dalë to nëpër portale të ndryshme. Do thoni imagjino sa ka marrë iniciativën për të bërë këtë video. Domethënë kjo video është ripunuar, përveçse është injektuar. Është ripunuar, janë shtuar aty domethënë gjëra. Domethënë do të dik fare, do duhet që është vdes këto që shkojnë në shtëpi dhe bëjnë detyrat e shtëpisë, pastaj vinë edhe e tregojnë ke rrjetet sociale. Në studio jo, gëkmë, po hajtë, nis. O zot! I dhe fare, edhe kishë sa lezon azaru. Mirja bërë Ema! Bravo! Shumë mirja be! Akuse! Ora që këtu se propozoha për martesur në Emën, edhe për Nami. O ditë klasi kjo, ditë klasi, ma. Që këtu se propozoha, se do të bëhet Nami, se do të bëhet Nami nëse propozon martesë dikë dhe ajo të refuzon. Nuk kanë gjë që do bënte Nami sepse është ky është i martuar prandaj. Po si Ermali do. Ose kuptoj, çfarë problemi ka se ajo nuk faqe faleminderit, nuk shpreh shumë korrekte, faleminderit tha, po ka punë më të rëndësishme se sa ti ke trajnimin, shumë rregull. S'ka asnjë problemi. Duket e burr, s'ka fare problem, apo jo? Ti e shef pse? Direkt tu duket që s'ka problem normale. Ore nuk ka. Fare. Po pra ne bëj këtë video për t'treguar që s'ka problem. Pikërisht kur merr iniciativën Robi të bëjë një video nga hiçi, pa pasur asnjë problemi, edhe për të folur pikërisht për atë që pse të kesh asnjë problemi. Nuk ka asnjë problem. O shija piva çik kafe plak, kafe që ka 250 gradë. Ua. Nëse. Ati kemi 250 gradë me qenë. Që ka si ujë ku bo dush gruja. Gruja ime do ujë në 700 gradë. I del lëkura kështu vzz. Unë i shkreti lajmë në burim. Nëse. Heqim këtë. Kjo ti shpërndon idenë se çka ka ndodhur, ëh? Po, ishe. I pat portalet. Po atë videon që këtë ndjerë kjo tani, kiste me njërin gjasme, po bënde një si sketch me të vetën, edhe i thoshte, o Bena, po e fuskot, a ke gjizmë? E pjetë? Më duke se e pashur, ata gjej këto. Po nese, dhe ishte burë, dhe gjej se ishte pikërisht për këtë reagimin, si vese nëse e ke, gjasme më prish gjiza mu. Që ma profeti, se shke me abisnetin? Nuk e di. Nëse na që ka po bën Neptuni, ti ka bërë reklama falas Neptuni këtu se nga që Neptuni i shkoja i ke Neptuni, më men. Ka shumë nevojë njeriu më i pasur në botë këtë reklamë nga njeriu më i suksesshëm në botë. Në Shqipëri. Çuditje edhe ai Zamir Mane, që kishte thënë që ri akoma me Ermalin vërtet, po për zotin. Po, kishte thënë që çfarë lexonte tani, kishte pyet dikush domethënë për libra, e pyeti njëri që ka i podcast Laro dhe ai ishte unë jam entrepreneur dhe sipërmarrës i mediave online. Ka 2 akkaunte online.
Bën se emrat bukur që gjejnë. Ose boni përshtypje se dje filloi Big Brother Kosova, me qenë fjala, Big Brother VIP Kosova 4. Po. Olta Gixhari dhe Leonora Jakupi janë ato opinionistët. Edhe u fut një djalë një djalë që ka bë podcaste me disa njerëz. Edhe prezantimi ishte ishte podcaster. Çuni i Londrës që edhe u bë podcaster apo. Tash nuk e di më gjeti që përqeshur. Po. Nuk e di, po është një person që kur mori Julin, ju përshëndesim Juli dhe aventurat e Julit. E mori në podcastin e vetë mamën një herë. Është po një tip që e pyeti po si a del i tha kur bën pit stop. E kishte fjalën për ato stopet. Edhe e korrigjoi Juli në moment tha pit stop sa vjen makina e problemisht. Nuk bëj unë aty. Po. Nëse, më falë thot se nuk e di se që unë një njëron djelë me këtë. Nëse vajtar. Unë jam për i shkulleve djetin me... Jo, e bukur e di kush ishte për vëta? Nuk e di, ata kapi veshi, kur hyri kë, gjë e parë që e pyeti dikush aty në... Po tjetër nga Shkodra jetë, nga Shkodra brenda, e ta kë, jo tha nga Valësia mo. Se duen gjithë plak nga që janë ato qytetë ta për Shkodrës, duen gjithë tjenë nga Shkodra. Po shtuja nga s'ka problem. Se mamin atë që kemi bërë atë Shkodra qendra. Po vetëm se çdo gjë është e rëndësishme Shkodra. Kishte hyrë prap Edi. Nuk di sa herë do ty Edi aty në Big Brother. Po kam çuar një video të Edit për të lutem në TikTok. Mund ta shohësh vetëm një sekond e ta luash, kaq e mbylla për sot. Çfarë thon? Vërtet se ja vlen? Po, sepse ishte një pyetje që po i bënin gjithë, nëse do ishte një emoji, çfarë emoji do ishe ti? Ja tha gjë, shkoj se. E jepi. Se si shakon emoji shakon Kastraveci. Se rën havo, rën Filispec non stop. Të lutem, më dëshiroj që të lutem. Kaq kam nevojë. Edhe le iki, do le qetëse. Që se kisha akon Kastraveci. Se kisha akon emoji. Serin në hava. Serin në hava Filispeci. Po kështë e ajo Romunia plako Bia Khalifa që qije me limin. Më rëmë shfia, jo kështë e video me limin duke bo laf edhe pas e ullë me Alba Palajoni. Ishte futë Alba Palajoni me isha fjallë. Po e forde ishte grej me tha, po kjo tha pas ka emrin Mia Khalifa. Ka shumë se të këtë emrin Mia Khalifa. Po kush është ta Mia Khalifa? Nuk e di kjo që ka e Bia Khalifës. Gota. Nuk e di më dagu, nuk e di. Në situatë si klesh më rrët. Me mirë mbrëmjes ishte kjo. Si erdhe? Si e? Linda Areta. Ishte fort fata, ishte dhe i flasin Lindës, Linda plako është në ajer kompletë. Ajo thot, mi mbrëma Linda, ku jam, kush jam? E me atë vjetë ishte lotëm. Kujtë më duke se po e gjej. Shme në vënd si që është dhe aji obora që bukur i madhë. Bëj një gjiro të lutem të të qojmë që të zbulojmë së bashku dhe ambientin. Zemër dhe ta bëja me shumë da... Pra, që po zbulon një tjetër Linda më dëgjon? Mirë mbrëma, mirë se erdhe. E thot, mirë se erdhe. Ku erdhe, më? Ku erdhe? Në moment kjo së ndje mirë plako ishte futë të dhëma rëfime se së ndje mirë Linda. Linda ishte da futë e 2 viza, nese. Linda i thëtë mirë se erdhe. Ku erdhe, më i thëtë? Po digjoj, po mirë se erdhe ku? Do hynës... Duhet të zëve ma. Do të që ma video. E thëtë, të gjithët po mirë se erdhe ku, thëtë. Do hynë studia. Ku jam, kush jam? Kjo në kanë lënë ke ta raca. Ende, nuk është momenti të hysh në shtëpi. Mirë se erdhe pikë pari dhe ti je e para që po zbulon një tjetër ambient të shtëpisë më të famshme në vend siç është dhe ai obora që bukur i madh. Bëj një xhiro të lutem të çojmë që të zbulojmë së bashku dhe ambientin. Zemër do ta bëja me shumë dashuri, po bie shi dhe unë nuk kam ndërmend të laj flokë. E Linda Vlago është 20 vjet.
20 vjet televizion, nuk është shaka. U pla, I gjë më bëri përshtypje. Pse duan 2 prezantues ke Big Brother Kosova? Pse duan 2? Pse mos ishte thjesht Salaudini? Nuk del dot as Salaudini. Salaudini s'është më I pari. Para se ai ka emrin Sauladini, se për shembull, është banja e lirë po Sauladini. Po Sauladini. Se Sauladini. Pse është banja e lagë Sauladini? Sauladini. Ma nëse para gani, apo Big Brother Kosova është shumë rënd. Një gjë më bëri përshtypje. E prisje ti për shembull numri 1 që hyri? Nuk e prisja më. Kush numri 1? Hygerta Sako. Jo, asnjë se prisja, po çdo Hygerta aty, do thua ti. Po nuk e di për çfarë do Hygerta aty. Pati edhe një diskutim me Hygerta me Qerenllapi me Linda Rey, që kjo kishte edhe peçin në krah të insulinës që marrin këta diabetikë. Po, ai ishte perde. Po shpjegonte Hygerta që diabeti është një sëmundje autoimune. Ju shpjegonte se Këta kjo nuk është diabeti. Po, është diabeti. O të ngrajti ti, më thuj gjë më shumë. Ka I dizla. Nuk di, pikërisht nuk dinte as ta shpjegonte, as çka kishte, as po më lagoja nuk është nëse barika. Nëse. Atëherë si shpjegoj që janë diabet 1 dhe 2. Po. Nuk e di si shpjegohet. Apo më tregon se shpjegohet. Nuk e di tha, po nuk ka kjo rëndësi. Po. Po mylla më burr, se do të jam mend për çdo gjë. Nuk di. Nëse harroj që janë para kamerave, e kupton dhe normalisht do të problemi ku futesh aty, që futesh edhe në një moment do të thosh Karlik se normalisht se ke gjithë informacionet e bollës. Po. S'ka as internetin afër se do. Po mylla më gojën në burr. Thuaj nuk e di, merr informacion të ri. Më trego pak. Po si më them nuk e di, pse çam unë. Çam unë një rand jam se di kam. Unë I di të gjitha. Çem der jam. Oh, plako lodë, nuk e di. Nëse na shkruani se kush është emoji që do doni të ishit me që u bë ke Big Brother Kosova ky muhabet dhe të shohim pastaj kishte hyj kush tjetër bëri përshtypje me që fjalë ta mbyllim edhe me kat. Më flas një tjetër për vetë se nuk është se më e për banjë. Mirë, vazhdo. Okej, vazhdo. Sauladini. Saulalucci, jo Sauladini. Saulalucci. Më kam shumë, ju kam shpirt, zemër, jeni më të mirët, faleminderit për gjithë mbështetjen që na jepni, faleminderit për mesazhet e mira, por dhe mesazhet e këqija, madje kur vije puna ke mesazhet e këqija Lucifer, mua para ca ditësh më erdhi një mesazh shumë kontrovers. Keq shumë? Shumë I keq. Edhe një mesazh kërcënues në fakt, do thoja. Po. Pra për Zoomin hiq një video të Zoomit. Çka ke bërë se ka I video që kalu? Nuk e di ta çova ti unë atë video? Jo, Jo, s'ka. Ma e këtë për fillimin e një podcast të ri. Okej, ashtu do e bëjmë. Nëse ju dua shumë faleminderit, mos harroni ta mbështetni Patreon sepse realisht është shumë e zauruese dhe është shumë e lodhshme të merresh me gjithçka që neve ndërtojmë këtu. Pashka se duket në para sken duket sikur s'ka asgjë që ndodh në prapa sken. Po prapa sken ndodh gjithçka. Nëse ju duam shumë, jeni shumë të mirë dhe faleminderit për mbështetje. Ju që nuk keni mundësi të na mbështetni në Patreon, mos harroni që të na shpërndani ke miqtë tuaj dhe na dëgjoni në platformat fala siç është Spotify dhe YouTube. Ikëm se Luçi të shpëtoj. Hajde, ciao. Hajde, po më rrjedh ke bytha. Hajde. Po, ciao.